Përshëndetje të shtrenjtët e mi, mirë se vini në Golden Truth Tarot. Dhe tani, le të fillojmë me parashikimin e muajit qershor për shenjën e Dashit. Desh në javën e parë të qershorit ju shikoj më të fortë nga ana emocionale. Po dilni nga një periudhë vetmie, po dilni nga një periudhë ku nuk jeni zhgënjur jashtë masë, nuk keni marrë për krajë mbështetje nga njerëz që ju i keni konsideruar shumë të afërt, mund të jetë familja për dikë, mund të jetë persona me të cilët ju keni punuar prej kohësh, mund të jetë pjesë të shoqërisë tuaj, mund të jeni zhgënjur në dashuri disa prej jush. Këto zhgënjime kanë qenë të tilla ku ju mund të keni dhënë shumë, keni bërë për persona të tjerë dhe kur ka qenë radha juaj për të marrë mbështetje, për të marrë suport, ju kanë lënë vetëm, nuk ju kanë përkrahur, nuk ju kanë mbështetur dhe e keni vuajtur këtë gjë. Desh, për një kohë e keni vuajtur goxha, keni thënë si ka mundësi, sa kam bërë unë për këto njerëz dhe nuk ma kthyen, dhe prap mbeta vetëm dhe prap unë s'kam përkraje, prap unë s'kam mbështetje. Ndërkohë tani thoni në javën e parë të qershorit, e ditë çfarë? Keni bërë paqe me situatën, me gjithçka, si ka ndodhur, si kanë rrjedhur gjërat, dhe thoni unë nuk kam nevojë për askënd. S'kam nevojë për të tjerët, unë i zgjidh gjërat vet, unë jam person i pavarur, unë kam forcën, kam shpirtin luftarak, gjithçka mund ta zgjidh, mund t'i bëj ballë çdo situate pa mbështetjen e askujt. Edhe sikur gjithë bota t'ju vihet kundra, ju thoni unë do dal gjithsesi do dal fitimtar ose do dal fitimtare. Dhe në fakt ju jeni të parët, jeni liderat edhe në astrologji, kështu që kjo është një energji që vetëm ju ka bërë më të fortë. Ndonjëherë duhen ato zhgënjime, ato situata që ti të kuptosh se sa potencial ke realisht brenda vetes tënde. Kështu që është shumë mirë që po e shikoni në këndvështrimin pozitiv dhe po dilni nga kjo situata e mërzisë, e hatërmbetjes, e zhgënjimit. Java e dytë pastaj do të jetë një javë ku shumë nga planet që ju keni pasur, plane afatgjata, do t'ju dalin vonesa, do t'ju dalin probleme, do dalin situata që nuk do të shkojnë ashtu siç ti do të realizosh diçka, do të manifestosh diçka, por nuk po bëhet. Dhe kjo shpesh ndodh sepse je në një periudhë ku ti duhet ta ndryshosh atë ide që ti mund të kesh pasur në fillim, atë projekt, atë dëshirë, atë ëndër që mund të kesh pasur kohë më përpara, tani ka ardhur momenti për ta ndryshuar, sepse nuk është opsioni më i mirë për ty. Merri si shenja këto që do të ndodhi në javën e dytë. Pra nëse ti do të bësh diçka, mund të jetë hapja e një biznesi për dikë, mund të jetë një udhëtim i largët, mund të jetë një dëshira për tu zhvendosur diku tjetër, pra për t'ia filluar jetës nga e para në një vend tjetër, mund të jetë një lidhje në distancë për dikë, çfarëdo qoftë për ty në mënyrë specifike, nëse ka qenë diçka që më përpara e ke pasur me shumë dëshirë, me një lloj obsesioni gati që do ta bëj këtë gjë edhe o këtë o s'ka, edhe tani është ndryshuar komplet dhe shikon që nuk bëhet ajo sepse sa herë që ti provon në atë drejtim, në atë rrugë, gjithmonë të del një pengesë, gjithmonë të del një problem, gjithmonë të del diçka. Kjo është shenja, ky është mesazhi nga Zoti, nga universi, nga ëngjëllit e tu mbrojtës që shiko se nuk je në drejtimin e duhur. Ndryshoje, bëj një zgjedhje tjetër. Siç ke bërë ndryshimin me njerëzit që të rrethojnë, që nuk mbështetesh më tek askush dhe je vetëm gjithçka në forcat e tua, edhe tani ka ardhur momenti për ta riparë situatën. A ja vlen vërtet që të bësh këtë gjë apo duhet të ndryshosh drejtim? Dhe një nga sfidat kryesore për ju Desh për këtë muaj do të jetë puna me veten dhe përballja mes egos tënde dhe dëshirave të tua dhe anës tënde shpirtërore. Sepse java e tretë sidomos do të nxjerrë në pa diçka që ty të kontrollon, diçka që ty të mban në një situatë toksike, diçka që ty nuk po të lejon që të bësh përpara, që të përmirësosh jetën tënde. Dhe kjo mund të ketë bëjë me një lloj varësie të caktuar që ti duhet për disa desh që duhet ta menaxhosh vetë, nëse e shikon që alkooli apo substanca të ndryshme janë bërë problem, ka ardhur momenti që ta marrësh situatën në kontroll edhe të punosh me këtë pjesë për ta çliruar këtë gjë nga vetja jote, për të ndryshuar, për ta larguar këtë vesë,
E para ka të bëjë me një vesë për disa prej jush, një vesë që ty po të pengon, një vesë që ty nuk të lejon të jesh versioni më i mirë i vetes tënde. Për dikë tjetër ka të bëjë me një situatë toksike, me një situatë ku mund të jetë një lidhje dashurie, një marrëdhënie që nuk është e shëndetshme, një marrëdhënie që ka probleme, një marrëdhënie që ka xhelozi, ka kontroll, ka posesivitet, që nuk të lejon, që të kufizon, që nuk të lejon të jesh vetvetja, që nuk të lejon të bësh gjëra që ti do të bësh. Për dikë tjetër mund të jenë edhe mënyra se si ti e mendon gjërat, si kufizimet që ti ja vendos vetes tënde, që ti i ken kokë, që thua këtë gjë nuk e bëj dot, s'ka mundësi, frikra, pasigurira të ndryshme, paranoja. Pra bëja pyetje vetes në javën e tretë. Çfarë po më pengon për të arritur ato gjëra që unë dua? Çfarë po më bllokon? Çfarë nuk është e mirë, e shëndetshme për mua? Dhe mos u nis me ego për të dukur tek të tjerët, por nisu me atë që ty të bën të lumtur. Mos e bëj diçka në situata të tilla kur nuk ke përkraje, kur nuk ke mbështetje, ndonjëherë me atë egon për të thënë që do t'ju tregoj unë njerëzve se kush jam unë, do t'ju tregoj unë njerëzve se sa potencial kam, se sa i Zoti ose e zonja jam, ti bën më shumë se ç'duhet, bën gjëra të cilat ty vet nuk t'i japin përmbushje shpirtërore, nuk t'i japin qetësi, nuk t'i japin lumturi, po i bën për sy e faqe që themi, e bën thjesht për opinion, për t'u dukur. Mos e bëj këtë gjë për të tjerët, bëje për veten tënde, mos jeto mbi mundësitë e tua, se kjo lidhet edhe me të shpenzuarit para më shumë se ç'duhet, të bësh blerje që janë, le të themi, blerje të kota, harxhime të kota, gjëra që janë thjesht për fasad, po ti vet nuk ndjen ndonjë kënaqësi, mund ta blesh diçka që është e re, është e bukur, të pëlqen e vesh një herë, dy herë, merr pak kënaqësi nga ajo për momentin, po pastaj nuk të përmbush në asnjë formë. Bëja këto pyetje vetes, sepse është i qartë që ke mbetur në një rreth vicioz. Dash në javën e fundit, sidomos energjia e vdekjes më thotë që ka ardhur momenti për një rilindje tënde. Dhe ka disa ndryshime që ti duhet t'i bësh, që ti po i reziston ndryshimit. Reziston ndryshimit edhe nga kokëfortësia, disa prej jush, sepse mund t'jenë disa vrejtje të cilat persona të tjerë ju a kanë bërë, ju kanë thënë që shiko se duhet të ndryshosh këtë gjë, dhe ti me kokëfortësi thua jo, unë me patjetër do m'dal ajo imja, ajo që e kam menduar unë, që e kam planifikuar unë, do m'dal ajo që unë dua. Dhe mesazhi është i qartë, thot jo, duhet të ndryshosh disa gjëra në mënyrën se si ti po sillesh, në mënyrën se si po e menaxhon situatën, diçka që ka të bëjë me një transformim total tëndin. Çfarëdo që nuk e provon edhe nuk të sjell asnjë rezultat pozitiv dhe bllokohet, është e qartë që duhet eliminuar, duhet hequr në mënyrë që tregosh një version tjetër të vetes tënde. Mendo me zemër, mendo në tërësi, mos u kap tek gjërat e vogla. Çfarë është e rëndësishme është që ti vite më vonë kur të rikthesh në kujtime dhe të thuash, ok, në këtë moment të jetës time kalova këtë situatë, mora vendimin më të mirë që më ndihmoi në afatgjat. Mos mendo vetëm kënaqësinë sot për momentin, mendo në tërësi se çfarë është më e mira për ty, që të marrësh atë rezultatin më optimal. Prandaj edhe nga orakulli i kristaleve, mesazhi për ju dhe kristali që ju rekomandoj për këtë muaj, për muajin qershor, është Karoiti ose siç quhet ndryshe në anglisht, Charoite, dhe thot ki besim, gjithçka po ndodh në kohën e duhur. Mbas tu his do lind sërish dielli. Ndonjëherë është e vështirë që të ndryshojmë, sepse kemi frikë çfarë do të vijë nga ndryshimi. Po çdo gjë, edhe atëherë kur duket sikur gjërat nuk po të ecin, sikur të është bllokuar fati, sikur nuk ke atë mbarsinë që ti do doje, gjithçka po ndodh, duhet të kesh besim se po ndodh kjo gjë, po të mbyllet kjo rrugë në mënyrë që të hapet një rrugë tjetër që është shumë më e mirë për ty.
dhe ki besim që mbas stuhis do lind sërish dielli, po ndonjëherë duhet t'jesh okay me stuhin, duhet ta përballesh me stuhin, të përballesh me situatën. Dhe përveç asaj, karoidi si gur për shkak të ngjyrës që ka, ngjyra Leila lidhet me çakrën e kokës, pra që ti ta shikosh situatën jo vetëm të kapesh pse më ndodhi kjo, pse më tha këtë, pse u bë kjo, po prit, mora këtë vendim, kjo mund të ketë këto pasoja, pra shikoje në tërësi të gjithë jetën tënde, mendo për veten mbas 3-4 vitesh si e shikon, ku e shikon veten tënde, çfarë do doje të kishe në ato vite. Dhe a janë vendimet që ti po merr, vendimet të cilat do të të ndihmojnë në të ardhmen, apo vendime që në të ardhmen do bësh pishman, do thuash mos pse e bëra këtë gjë, nuk ishte vendimi i zgjuar, nuk ishte vendimi i duhur. Karoiti është një gur i veçantë, është një gur i rrallë, gjendet në pjesën e Siberisë, të Rusisë. Nëse nuk keni mundësi që ta gjeni karoitin, gur tjetër që do t'ju rekomandoja, një kristal tjetër që është po kaq shumë i fuqishëm që do t'ju rekomandoja për këtë muaj, do ishte edhe ametisti me ngjyrë sigurisht me ngjyrën e bukur Leila. Futuni tek websajti im në www.goldentruthtarot.com, aty un kam të listuara shumë stoli me ametist 100% natyral, të cilësisë më të lartë. Mund gjeni unaza, mund gjeni varse, mund gjeni byzylyk, vath, gjithçka tek websajti im. Dhe gjithashtu, nëse jeni të interesuar që të mësoni të lexoni vetë tarot dhe ju pëlqejnë edhe letrat e orakullit, letrat që unë po përdor në këtë video janë tarot e para shqiptare dhe orakullin e kristaleve, që ju jep shumë informacion mbi kristalet dhe ju tregon se si mund të realizoni vetë një lexim. Të dyja letrat mund t'i porosisni në amazon.com, në etsy.com dhe sigurisht tek websajti im në goldentruthtarot.com. Linkun e gjeni këtu poshtë tek video. Okej, dhe ju uroj një muaj sa më të mbar, ju falenderoj shumë që më ndoqët dhe bashkë do dëgjohemi në videot e ardhshme. Ju uroj gjithë të mirat, mirupafshim.